Qofse marrim këto lloj tezës, realisht për mua nuk qëndrojnë. Qofse marrim këtë lloj opozite, kjo majorancë ka mbyll hesabin me këtë lloj opozite që në 11 maj. Dhe në këtë aspekt asgjë tjetër nuk mundot përderisa kjo nuk ndryshon, nuk riformatohet apo t'japi një figurë, një imazh tjetër. Berisha në vetvete çfarë kërkon? Kërkon në një farë mënyre vetëm thjesht të ruaj status quo-n. S'pari status quo-n e vet, për qenë ai në krye të opozitës dhe pastaj status quo-ja e përgjithshëm. A ka këtu element cilët konvergojnë me njëra tjetrën apo jo? Patjetër që po. Nëse shikojmë që kemi të bëjmë një kryetar të opozite, i cili është non grata jo vetëm në Shtetet Bashkuara, po është apo në Britaninë e Madhe, po është non grata në Shqipëri. Sepse është Shqipëri, edhe këtu nuk e takon as një ambasador, këtu nuk e takon as edhe një tjetër, rasti Krishbau është i fundit, por gjithë zyrtarët e lartë që vinë edhe nga Bashkimi Evropian, nuk e qasin. Nuk ka asnjë qasje në asnjë kancelari të vendeve europiane, dhe të vetmin që takojnë është vetëm Gazbardi e Jorida Tabaku. Tani, kush është kryetari PD-s? Edhe ata në rrogë e takojnë. Berisha apo Jorida Tabaku? Se duhet të ndajmë që këtë muhabet. Nëse Berisha nëpërmjet protestës u kujton gjithëve se i është ai ende kryetari PD-s, kjo nuk është se e bën më të fortë opozitën. Përkundërzi tregon pikërisht se sa e dobët është. Dhe e dyta, nga 11 janari e këtij, faktikisht ajo që vihet e re është ky fakt që për hir të agjendës vetë personale, vetë Berisha po e lodh edhe elektoratin e vet. Po e lodh gjithë mbështetësit që ka Partia Demokratike, sepse është diçka e cila ka një skenar i cili është fokusuar vetëm tek imazhi i tij, ke çështjet e mundësive për të zbutur goditjen që ka marrë ai si figurë me çështjen non gratës. Jo më larg, po kemi diskutuar edhe kohën përpara dhe lobimet edhe paratë shumëta që hidhen lidhur me heqjen. S'kishte flamur amerikan kësaj radhe në protestë. Ja ka ndaluar. Ky është një element që cilën vetë ambasada amerikane ka shprehur qartë që nuk keni pse të përdoret flamuri amerikan në mitinjit e partive. Na lën të protestuesit. Na lën mua ambasada të marr flamurin dal aty. Jo. Po një kryetar partie që e ka shpallë non grata, nuk e di. Është tjetër gjë. Ajo ja thot pastaj le mos ta bëj. Pse jemi qytetarë të lirë, po kur ti eci shtjetë vetë që është një protestë që e thret një parti politike, që drejtohet nga një zyrtar i cili shpall non grata. E kam fjalën ai duhet të jetë më shumë se ndërhyrja e ambasadës. Edhe unë them që është më shumë se e ambasadës, është qëndrimi vetë Berishës, po Platon. Në organizimin mitingësh, organizimin e flamurëve nuk e marrin qytetarët me vete, po është grupi organizator që i shpërndan, kështu që ajo është tjetër gjë një manifestim i cili ka një grup organizator. Ky është tjetër e sakt. Po për nuk e vërteton dot. Po të shikoni dhe gjithë se u bë protesta vetëm skenar dhe mënyra domethënë si cirk kinez me çështjet e fishekzjarët kinezisht. Dhe shikoni edhe vetë mënyrën se si u organizua. Bëhet përballë kryeministrisë. Kërkohet tani dorëheqja e Ramës. Dhe prandaj kalohet nga kryeministria, gjithë cilën ti nuk e rri, shkon ke parlamenti ku i ditë përpara ti ke votuar një ligj cilën nuk e di as elektorati yt pse ke votuar. Se edhe ky është një element tjetër. Si ke dhënë asnjë lloj shpjegimi dhe pse u bë ai ligj. Ky është çështje e cila mund të hajë debate të tjera. Duhet ta bënte një opozitë normale, duhet ta bënte. Patjetër. Paktën duhet ta fusën në debat. Jo, po sidomos kur ti flet që është një zgjedhje që mund të na largojë ndoshta nga BE-ja pak, pra le të themi kishte vënë për debat konstruktiv, po. Pra, në një farë mënyrë, shiko, unë shikoj në një aspekt tjetër që realisht unë nuk e shikoj fare çështjen e Berishës si një rrezik potencial i cili mund të sjellë elemente të organizimit apo themi të anarkisë apo elemente tjera. Ne duhet i përgjigjemi elementeve të cilët ne mund ndeshim pikërisht në politikën shqiptare, sepse kur them që ky i shërben status quo sparit vetës dhe faktit që tjetë aty, kjo nuk e zhbën faktin që ka një pakënaqësi. Kemi një problematikë e cila që e vë përballë qytetarin me politikën e sotme.
Në këtë kuadër gjithmonë opozitat kanë luajtur rolin e tyre, të cilët e kanë bërë, e kanë përtitur pakënaqësinë, çështjet e tjera, të cilat e shfrytëzojnë për të ngritur një frymë dhe për të arritur më tutje. Puna është që PD-ja vetvete është bërë një lloj pengese edhe i zhvillimeve të cilat i duhen vendit dhe që është e mirë e vendit. Dhe në këtë kuadër, ky është problemi që unë shikoj në vetvete, sepse nuk është çështje për të analizuar Berishën. Berisha për mua është një i cili ka përmbushur ciklin e vet, është aty, ka ngel nder, ka ngelu kallogre në kryet PD-s dhe nuk e merr më njeri parasysh por çështja është në aspektet e tjera. A ka nevojë ky vend i cili vetvete të ketë një lloj dinamizim të ri të politikës shqiptare? Ky po. Dhe ka nevojë çdo kush. Dhe kjo nuk ka të bëjë me fitoret. Sepse me fitoret, me këtë lloj opozite,